Jelena Nikpajević është blerja me re e flamurtarit në basketbol. Lojtarja malazeze që sezonin e fundit ka luajtur në Superligën Serbe me skuadrën e Verbaç, i është bashkuar kështu flamurtarit deri në përfundim të këtij sezoni. Qëllimi mbetet titulli kampion, ndërsa tek skuadra vlonjate është edhe një tjetër lojtare huaj, pikërisht basketbollistja serbe Korto, ndërsa është larguar Marjanović. Basketbollistja Nikpajević shpreh të kënaqur që gjendet në Vlorë tek një skuadër që kërkon sërish titullin, por dhe Superkupën. Unë informova që ishte një skuadër shumë e mirë, në një renditje shumë të mirë. Gjithashtu edhe mësova dhe u informova edhe për cilësitë edhe për vlerësimet e trajnerit që është shumë i mirë. Në ligën e parë në Serbi, në skuadrën e Vrbjas, është skuadra e qytetit me të njëjtin emër. Po, është hera e parë e saj. Shpresojmë që të fitojmë Superkupën edhe play-offin sigurisht. E bindur për titullin, shpreh edhe Korto. Po, mbas eksperiencës fantastike që kisha herën e parë, vendosa që të vija edhe si vjetë. Po, shpresojmë shumë që ta fitojmë edhe prandaj erdha. Prandaj erdha që ta fitojmë. Në 15 vite që drejton flamurtari në basketbol, Viron Toska ka fituar 11 herë titullin kampion, ndërsa rendit edhe një sër trofesh të tjerë, si Kupa e Shqipërisë dhe Superkupa. Rreth afrimit të lojtarëve të huaj në kampionatin shqiptar, Toska pranon se në këtë mënyrë rritet niveli i basketbollit. Normale që flamurtari vit për vit ka pasur pretendimin për titull kampion dhe për fituar trofet e sezonit. Vetë përbërja e skuadrës flamurtarit që ka lojtare cilësore shumë mira shqiptare, po ashtu dhe afrimit që ka bërë nga lojtarët e huaja që janë mbi lojtarët tani për tani, siç është Corto dhe lojtarja e sapo ardhur tani, Jelena Nikpajević. Ne shpresojmë që siç fituam Kupën e Republikës në Durrës, shpresojmë që fitojmë dhe Superkupën dhe titullin kampion. Prandaj kemi bërë edhe këto afrime për t'i dhënë më shumë cilësi skuadrës dhe për të pasur rezultate sa më të mira. Po ashtu edhe ky vit është një sezon i vështirë, është një rritje cilësisë të mund për basketbollin shqiptar të femrave, sepse tashmë janë 3 ekipe që kanë lojtare të huaja veç lojtare shqiptare dhe do të jetë një sezon që cilat nga 3 skuadrat mund të shpallet kampion, si flamurtari ashtu edhe Tirana Poshtë dhe Goga Basket. Presoj që flamurtari të jetë ekipi më i mirë dhe shpallet kampion. Ndërkohë për titullin këtë sezon do të luftojnë Goga Basket, Tirana dhe flamurtari. Veç Nikpajević, që ka ardhur tashmë në Vlorë, dhe Korto që gjendet prej kohësh tek flamurtari, konfirmoi se para play-offit skuadra vlonjate pritet të përforcohet edhe me një tjetër lojtare të huaj që vjen nga kampionati serb.